U rikëthyëm sërish në studio, po takuemi me një mësafir të radhës, me një temë po ashtë të rëndësishme, sa e kishim edhe temën e kaluar, që ka të bëj pra me mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna në shkolla. Është një projekt që tashmë sot e kanë mbajtur edhe konferencën përmbyllëse dhe ka të bëj, pra kemi të ftuar në fakt Zotëri Petrit Tahiri, koordinatori i projektit në Qendrën për Arsim të Kosovës. Detajet e tjera në lidhje me këtë projekt do t'i mësoni në vazhdim. Përshëndetje Petrit, mirë se ardhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Jemi mirë se ardhët, do të di fillimisht jemi takuar dhe herave të tjera, por kemi diskutuar për temat të tilla që kanë gjithsesi rëndësinë e tyre në për shkolla dhe kontrollin e tyre ruajtjen. Sot bëhet fjalë për një temë mjaft të rëndësishme që kohëve të fundit është duke na brengosur të gjithë neve. Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna në shkolla dhe projekti ka përfunduar sot realisht. Do doja të di cilat janë rezultatet e arritura. Pikëpari, faleminderit për ftesën edhe për mundësinë që edhe përmes ekranit juaj të shpalosim rezultatet e arritura në kuadër të këtij projekti. Duhet thonë që sot zyrtarisht ka përfunduar një projekt, mirë po në fakt ka filluar një tjetër, sepse ajo që ka ne sot prezentuam është një punë që është bërë, është hudhur një bazament i mirë, mbi cilin ne domosdoshmërisht duhet vazhdojmë edhe tutje. Çka në fakt është ky bazament? Ne në projektet e kaluara gjithherë kemi përkrahur institucionet e Kosovës, respektivisht qeverinë, Ministrinë e Arsimit, për të hartuar dokumente që e mbulojnë problematikën apo fenomenin e dhunës në shkolla. Në vitin 2013 ne bashkë me aktorët tjerë patëm hartuar dhe në bashkëpunim të ngushtë me qeverinë e Kosovës një dokument që quhet Protokolli për parandalimin e dhunës në shkolla. Dhe ky dokument mund të përfundonte, siç përfundojnë shumë dokumente të tjera të shumë të mira në letër, mirë po kur të vije çështja të zbatimit tyre në praktik, të kenë edhe vështirësi, po edhe jo gatishmëri nga përgjegjësit për të zbatuar. Dhe nisëm nga kjo, ne si Qendër për Arsim e Kosovës, me përkrahjen e UNICEF-it dhe të Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë dhe në partneritet të ngushtë me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, kemi filluar këtë projekt për t'i përkrahur shkollat për të zbatuar dokumentin që e përmenda më herët, pra protokollin për parandalimin e dhunës. Dhe të gjeturat ose rezultatet e këtij intervenimi 2 vjeçar, sepse projekti ka qenë 2 vjet, janë mjaft mbreslënse. Ne sot kemi rreth 618 drejtor shkollash anë e mban Kosovës që janë të njoftuar me dokumentin e protokollit përmes sesioneve informuese që i kemi mbajtur nëpër komunat të Kosovës. Në çfarë jeni fokusuar kryesisht kur keni qenë tek informimi dhe rregullat që do duhet aty? Ne jemi nis nga çësia shumë pragmatike. Spari ne duhet ta kuptojmë këtë dokument, ti kuptojmë cilat janë përgjegjësitë që burojnë nga ky dokument për secilin institucion, për secilin përgjegjës. Për shembull, nëse një drejtor i shkollës, një menaxher i shkollës, duhet domosdoshmërisht të di se deri ku shkojnë obligimet dhe përgjegjësitë e tij. Shpesh herë të kaluara ka ndodhur që një drejtor i shkollës me ndoshta edhe me vullnetin pozitiv është shndruar në polic, është shndruar në prokuror, duke marrë në pyetje nxënësit ose duke u munduar që të zgjidhë problemet që ka ndodhur në brenda shkollës. Në fakt, në aspektin parimor, ndoshta është mirë që të miremi me problemin, mirë po aspekti tjetër që është shumë i rëndësishëm është që ne të dimë deri ku shkojnë përgjegjësitë tona. Dhe një drejtor i shkollës ka përgjegjësi të merret me rastin deri ku aty ku është e rregulluar me ligj. Në momentin që rasti konsiderohet si le të themi vepër penale, drejtori i shkollës vetëm duhet ta referojë rastin në institucione të tjera, qoftë Policia e Kosovës apo Qendra për Punë Sociale kështu me radhë. Do thotë si
hapi parë ka qenë njoftimi me dokumentin dhe me përgjegjësitë që dalin nga ky dokument. Pastaj kemi zhvillu shumë trajnime, në total i kemi 76 ditë trajnimi që i kemi zhvilluar gjatë këtyre 2 viteve, me aktorë të ndryshëm, qoftë drejtor shkollash, fëmijë, mësimdhënës, pastaj me zyrtar policor, zyrtar të qendrave për punë sociale, për t'i njoftuar me dokumentin, po të njëjtën kohë dhe për t'ju asistuar, ndihmuar që ata të krijojnë mekanizma tjerë, qofshin ato brenda shkollës apo jashtë, që të merren respektivisht me problemin e dhunës. Do doja të di nëse keni pasur raste që janë lajmëruar në ato shkolla ku ju keni qenë duke trajnuar, që ka pasur dhunë në fakt, nga kush janë shkaktuar ato dhuna për shkollën? Duhet të thonë një gjë interesante që edhe sot në konferencë u përmend që këto ditëve të fundit ose javëve të fundit kemi pasur disa raste të dala në media për në kopshte, qoftë ai rasti ishte në Shqipëri, kopshtet, qoftë edhe rastet në Rahovec që ishte pastaj në Klinë, ishte një rast tjetër, në Prishtinë po ashtu e në Mitrovicë më herët e kështu me radhë. Raste cilat ne na kanë bërë me u ndalë dhe me mendu se a jemi duke bërë punën e duhur. Dhe faktikisht këto raste unë po besoj edhe në fakt jam i bindur në këtë çka po e them, se janë pikrisht derivat ose një lloj shpërblimi, kushtimisht po i quaj, i punës që është bërë në teren. Këto raste fatkeqësisht kanë ndodhur edhe më herët, po kanë qenë të mbyllura edhe nuk janë raportuar nga askush. Sot përmes këtyre projekteve, jo vetëm projektit të Qendrës për Arsim të Kosovës, po edhe shumë projekte tjera nga partnerët zhvillimor që janë zbatuar ose janë duke u zbatuar, është ngrit vetia që problemin e dhunës të miremi me problemin e dhunës në shkolla, të miremi me këtë fenomen dhe secili rast që paraqitet të intervenojmë dhe ta zgjidhim. Meqense e shtruat pyetjen për rastet, dua të ju informoj që në kuadër të aktiviteteve të projektit që ne kemi zhvillu, i kemi themeluar disa grupe, që quhen grupe të ndërmjetësimit mes bashkëmoshatarëve në shkolla, të cilat janë të përbërë nga fëmijët dhe mësimdhënësit dhe kanë për qëllim për të ndihmuar shokëve, bashkëmoshatarëve në zgjidhjen e problemeve. Në 8 shkolla në cilët kemi punuar në mënyrë të drejtë për drejtë, i kemi pasur 88 raste. Mirë po këto kanë qenë raste të nivelit shumë bazik, ma shumë dhunës verbale, e kështu me radhë, cilët janë nëse zgjidhur. është përfshi i gjithë edhe fshatrat edhe qytetet, nga se edhe këtu mund të ketë dhunë të cilat më vështire kanë për ta lajmëruar. Kur i kemi identifikuar shkollat që në total janë 40, në cilat ne kemi zhvilluar aktivitetet, njëri ndër kriteret domosdoshmërisht ka qenë kriteri zonal dhe mund t'ju them që thuaj se 50% ashtu siç është edhe për momentin struktura demografike në Kosovë janë përzgjedhur shkollat. Pra kemi pas edhe shkolla nga zonat urbane edhe nga zonat rurale. Përzgjedhja e shkollave është bërë në koordinim të ngushtë me Ministrinë e Arsimit dhe Drejtoritë Komunale të Arsimit dhe është bërë mbi disa parime, disa kritere, e përveç kriterit zonal, po ashtu kemi pas parasysh edhe shkollat ku janë kushtimisht them kanë qenë të njohura për ndonjë problem që ka mujt me ndodhë më herët, ose që janë afër rrugëve kryesore ku frekuentimi është më i madh dhe potencialisht ato mund të jenë më të ekspozuara ndaj fenomenit të dhunës. Jemi në fund të bisedës, me që kemi edhe një pjesë e marketingut pas pak, për fund me çfarë projekti të radhës do të vazhdoni me që ju e konsiderua si të suksesshëm? Ajo çka duhet thonë edhe në një mënyrë edhe me apelu tek gjithë tjerët është që problemi i dhunës në shkolla nuk është një problem që mund të zgjidhet nga një institucion, qoftë Ministria e Arsimit, duhet një mobilizim shoqëror dhe krejt këto projekte që ne po i zbatojmë kontribuojnë asaj që njihet si ngritja e vetdijes dhe kulturës shkollës që të merret me këto problematika. Dhe duke u bazuar në
rezultatet e këtij projektit dhe intervenimeve tjera që bëhen nga partnerët, po mendoj dhe besoj që në të ardhmen fokusi jonë do të jetë që sa më shumë të punojmë në ngritjen e vetdijes dhe të mos i neglizhojmë rastet e dhunës, çfarë do qofshin ato, edhe nëse janë të intensitetit vogël, sepse një neglizhim i hershëm pastaj po rritet dhe po ndodh një gjë më e madhe. Duhet domosdoshmërisht me ju falenderu juve se në këtë themi cikël ose në këtë rreth vicioz domosdoshmërisht mediat e kanë rolin kryesor dhe ky emision që sot, kjo hapësirë që sot e keni dediku, po dhe në të ardhmen duhet ti përkushtohen edhe ti dedikoni kohë edhe raportimit, edhe çfarë do qoftë që lidhet me këtë fenomen me të cilin fatkeqësisht po ballafaqohemi dhe po i shohim çdo ditë. Falenderoj shumë Petri që ishe edhe sot me ne. Ju dëshiroj suksese, takohemi në projekte të tilla interesante dhe të rëndësishme. Faleminderit, gjithherë gatshëm.